Përshëndetje, po paraqitemi nga komuna Kaçanikut. Sot kemi ardhur me dorëzu çelësat e shtëpisë 3 Bacit Suleman. Suleman, orna çelësat. Faleminderit. Tashmë vesina në ambientet e brendshme shtëpisë 3 Bacit Suleman me familje, na po i lëna me pamjet se çysh ka qenë herën e parë, vizita e parë. Një shtëpi e vjetër, ku në oborin e saj ka vetëm një rrugë që të shpije drejt hyrjes, dhe ku aty edhe toka është pa bari, sepse varfëria ti shkund themelet e jetesës. Kjo është familja e Sulejman Dardishtës, e cila jeton në kushte të mjerueshme. Çfarë do të thotë të besosh? Është një fjali që peshon shumë brenda një njeriu. E këtë gjë e vërteton më së miri djali i kësaj familje, sepse edhe në kushtet e rënda, ai është studenti më i mirë në fakultetin e mjekësisë. Kushtet e rënda ekonomike, atë nuk e ndalen kurrë që të mos jetë një student i dalluar. Jem në qytetin e Kaçanikut edhe bashkë me kryetarin e komunës. Kemi ardhur ta vizitojmë familjen e Sulejman Dardishtës. Rasti ku jemi neve këtu, ka bom edhe në Facebook, është rasti studentit të mjekësisë, edhe neve kemi marrë përsipër ndërtimin e shtëpisë për këtë familje. Rasti është i prekshëm, megjithatë, unë kam këtu krye familjarin babën e studentit Bacin Suleman. Edhe që kisha falenderu mas pare ty hoxhën, edhe kryetarin e komunës Besim Ilazin, edhe krejt ato që janë munun, një Allah i shpërbleft. Amen. Rastin tuje e ka bo publik një shok i unë, një Ferzajt është agoni, edhe aty e kemi ndërhyrë edhe neve që na kemi me marrë përsipër me u ndërtu shtëpinë. Faleminderit. E djalit, studentit i urojmë sukses. E inshallah bosh i hajrit e i dobishëm për shqiptarët këtu. Nëse dhe i që tash jekon qashtu që është përshkru për ty studenti mire shembullor, që tash duhet me i dhejz motorat ma shumë, se shqiptarët janë që anë kanë botës me ta ngjitë dorën, edhe me ta letësu. Jetesën e shpresoj që do të vjen e di që t'ja u shpërblesh edhe ti. Pas e lirë dhe desha më të falenderu ty, kryetarin e komunës, agonin, besnikin edhe krejt ato që kanë ndihmua këde, hoxhën e Laxhës, këtë kush veç nëse me një ka shku, edhe ato donatorë që kanë sado pak që kanë dhonë. Zoti ju një moftë, atë ne ja u ktheft me të mirat e tina, njerë për njerë në ashtas veç mujna me mora ashto, e dorë Zotin e këtë këto të mira që në të najbo, këto mundësi që në të më ofru mund, edhe të prendet me, një ditë kam ja këthim e të mirë. Inshallah një ditë bona dhe në stëma të lëm, edhe inshallah bona i harit, inshallah mas pare kena shnetën, e dorë Zotin një ditë qysh po në animojnë ta shneve, inshallah një ditë bona dhe minimum populli, se një mejna popull bujar, edhe një popull që janë gjesmi dorën e një tjetet, edhe ku mujtë me vrejt adet përse ka bo mesazhin agoni, edhe kena dorë tani kena pa edhe me besnikin agonin, edhe shokën e besnikët Sredinin që do të në përmen, pa njerësa shumë piti, edhe kena pasish shka muj me bo shqiptarët veç për një kohë shumë shkurt ashtu. Do më thonë për 20 minutë më të ndryshu komplet jeta, të beshen edhe se që shina e to të jetash. Faleminderit Vasalil, sot jemi bashkë me Vasalil, jo hera parë, Vasalil ka ndihmu për shumë kohë gjatë në forma të ndryshme, edhe shtëpi edhe banesa, ne kemi pas fatin anëherë një bashkëpunim, kemi pas një memorandum bashkëpunimi, edhe tani e kemi të gatshme me nënshkruar marrëveshjen e dytë. Kjo është një formë e mirë që bashkarisht
me donatorët e ndryshëm e kuptohet pasi Halili prin kësaj fëmijë këtij vendi që po na ndihmon sidomos njerëz në nevojë, më i bëni mundësi tash më honi shpresë jetë me i bë me kol mbi kokë. Më vjen mirë që sot jam me një familje që po ndihmohet posaçërisht të një studenti, kolegës tashëm timit që do të jetë që shpresoj që ky do të bëhet model shembull i mirë i humanizmit tek familjet të cilat do të kenë nevojë. Dhe shpresoj që juve studimet ju vazhdojnë ashtu si është mas mirti, kurse unë në emrin të qytetarëve dhe në emrin tim do më falenderoj Basin Halil me gjithë ata donatorë që me të vërtet po bëjnë të jashtëzakonshëm që më dhon shpresë shumë familje, në veçanti po flas ku jam kaçanik, kështu që në emrin tim edhe të qytetarëve po do më falenderoj personalisht Basin Halil dhe me uru jetë gjatë e kuptohet që këtë shërbim që bëja kurin qytetare uroj derisa të ketë frym ta vazhdoj nga se është një diçka që me të vërtet po ju shërben qytetarësh. Faleminderit tani Basili. Faleminderit kryetar. Edhe kjo shtëpi do të ndërtohet nga memorandumi bashkëpunimit me komunën e Kaçanikut dhe donatorët e jetimëve të Ballkanit. Lajmi ju dha, ju ka dhënë lajmi publikisht. Këta kanë ditë që neve po vijmë. Për kryetarit, për besnikit, për agunit, për kejt, ata që kanë kontribu. Inshallah Zoti ja për me të një. Inshallah Zoti ju bën juve me unë gjithë dorën dikujt tjetër. Kjo është gëzimi kësaj dite, shihemi të familja radhës. Baza Suleman, ndryshim i madh. Kjo jo që diçka, po najna ma tepër se të nashtë. Zoti shpërblet këtë ato që janë mënua që i kanë thonë, e na kanë përru që tu. Se najna të nash me këtë. S'ka ku shkon më mirë. Veç Allah ja dhasht atë në që na kanë një mua që kanë thonë për më maru këtë shpi. Na s'ka ku me shku ma mas nashma. Dëvesën e kështë maru. E që të. Shumë faleminderit spikeve, Allah i shpërblet. Këtë dynjën, na dynjën, inshallah, lulle dritja banë zëti këtë. Na jena kam shumë ngështë. Qa të ngështë na? Një parë, shena kam, qëtaj që shena bërë. Që ka në ishu këtë për njëve. Zoti shpërbleft. Ato që i kanë thonë dhe keq ka kanë vënu gesh për që gënjarë të të na. Edhe që të ku kena mëri. Allah i shpërbleft. Mirë ka shku, shumë, pikeve. Dhe atë që kanë për mëri. Këtë. Faleminderit pikeve, Allah i shpërbleft. Allah i shpërblet, janë fjalët më shpeshta për ju bamirës, na po i lëna me pamjet e shtëpisë së re, Zoti ju shpërblet.